Përshëndetje miq të emisionit 05, unë jam Gresa Behluli dhe jam këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve të emisionit në 05. Jeta e një vajze të re që ka filluar me u marrë me muzikë, është çdo ditë si rutinë e njëjtë, pak në shtëpi, pak në studio, të mundu me finalizu një projekt të ri që me dalë sa ma mirë te publiku normal. Në fillim është pak i vështirë realizimi i projektit, për arsye që mundohem me dalë sa ma mirë projekte, po është pak stresuese deri në moment që del. Momente të cikletshme nuk isha me thonë se nuk has deri tash, po vetë momente të cikletshëm është deri te finalizimi i krejt projektit, se të rrin menet ton kohën qysh po del, zane, vetja, me pa. Bashkëpunime nuk kom pas deri tash, po jam e hapur për bashkëpunime, nëse vjen një këngë ose ka diçka të mirë, unë nuk e këshyri kush është artist, po e këshyri veç projektin. Unë besoj që çdo kolege ka pranu filtre, po unë jam e fokusuar veç në muzikë. Tek e fundit sot veç me dalë me pi një kafe, çdo person i thjesht mundohet me pas flirt me ty, po në varet ti çka jep i vetës, unë menoj kështu. Unë jam e fokusuar në muzikë për momentin, nuk e menoj këtë pjesë. Unë e mendoj që një femër nëse hin rrugtimit për muzikë, duhet me pas karakterin e fortë, duhet mi qëndru vendimeve të veta. Kjo pyetje që mirë po unë personalisht nuk kom has në studio tilla ende, dhe shpresoj që nuk kam e has. Kam e vazhdu me punu vetëm me njerëz që janë të profesionalizum. Po, kam qenë para disa dite në xhirimet e vitit të ri, kam kalu shumë mirë, u kanë eksperiencë shumë e mirë si për herë të parë që jam on tash. Në fakt, më gatrojnë me të dyat, më gatrojnë edhe me Shëret e Behlulin, edhe me vajzën e shkurt e fejzës që është Gresa Behluli, po te pjesa e Shëretës është pak ma fani, se din që nuk jam vajza saj, po vetë e kanë ta me pa unë të shka po flas. E për te Gresa Behluli, muj me thonë që shkoj, më pysin për emër mbi emër, edhe kur ju thëmë që jam atë emër mbi emër, thojnë, po, ama është edhe një tjetër, ama nuk më pengon kjo pjesë. Menoj që si kësh pengu as kujt. Më pëlqen, e ndëgjoj ndonjëherë me naj event kum ka ra, po kështu me ndëgju rregullisht jo. Këngëtarja jam e preferuar është Shkurt e Gashi, më pëlqen shumë. Më pëlqen mënyra e stilit saj, mënyra e stilit këndimit. Më pëlqen kudo që ndëgjoj. Unë tash e kam fillimin e karrierës time, po mendoj që kam e vazhdu kështu me projekte sa ma të mira, që normal mi pëlqy edhe publikut. Të ardhurat financiare, kisha me thonë që e kam përkrahje familjen, edhe udhëtimet i bëj bashkë me familje, nuk ka diçka në sen, wow, menoj unë. Kujt në vendin tim i thua gjan, me kënd shtratin tim, son të endan, kush të përqafon, ti pu dy syt, a mendon për mua ti, o a ke shpirt. Kalma ti, zemrën tem kalma, me t'po unë ty me tjetër kal. Kalma ti, zemrën tem kalma, me mbra ma zis ma bal. Kalma ti, zemrën tem kalma, me t'po unë ty me tjetër kal.